Ora e 4 mëngjesit më vlla. Ku mbete? Ke një muaj që vetëm pinë. Mërë vlla i motrës. Ngele një muaj vetëm pinë. Fundin di gjesh që ke bërë vetës. Si do bëj me vllajin? Ka një muaj që vetëm pinë. Në mëngjes vjen gjithmonë. Po se di dhe unë nuk e marrë vesh. Gjithmonë shkojnë në lokal të angrepa, nuk më dëgjon është puna. Tani, s'di dhe unë të bëjmë gaz i botës me të? Prindrit si kemi. Ne duhet ta çojmë në rrugë të drejtë. Ashtu është, ashtu po. Po sikur ta çojmë te doktor? E provojmë edhe atë. Ja, do të shikoj nesër një herë, po se di. Inshallah gjën ndonjë se kështu nuk vazhdohet. Po e bën dëm vetes. Mirë erdha, zotri. Mirë se ju gjeta. Dhe jo, zotri, jam doktor. Po mirë, si të dua shi, po. Ma vetëm nga gjini dërmase. Nga nuk kam qene, nga nuk kam ardhur, po Pa merak, jeni në duar të sigurta. Ku është i smuri? Brando. Pa merak, jeni në duar të sigurta. Unë jam nishi për këtë punë. Vetëm nuk dua të na shqetësoni. Ju të tjerët do dilni për jashta. Unë me të smurin do t'jemi në dhomë që të bisedojmë dhe të konkludojmë në fundin që djali të largohet në veset e këqija. Dakord? Në rregull. Pa merak, jeni në duar të sigurta. Jam unë ai që do ta shëroj. Mirë, doktor, po burrat flasin me një gotë parë. Po, vetëm me një gotë ama. Me një gotë. Prishur mos qoftë.
Qera da, rakin e paske njesh, si që jam unë njesh dhe unë, do të shëroj ty të mbashmen. Tu gëzuar? Gëzuar, doktor. Bravo, kur me thua doktor, gëzuar për doktorin. Kështu janë këshillat e mia, i duhet i kesh shumë mirë parasysh. Sepse doktori është doktor dhe përpiqet për të mirën tënde. Gëzuar. Gëzuar, doktor. Po na mbaroj rakia, s'kam na. Kam tjetër, po ma fshin atë të shpise. Me demek, unë jam pjanet. Në asnjë mënyrë, ti je pacienti im, që unë do të shëroj. Mbaje mend. Atëre, unë po largohem për sot dhe takohemi nesër, për nesër mos haro. Ver dy shishe me njanë. Miru pafshim, byrazer, mos lëviz, se doktori e di rrugën vetë. Miru pafshim, byrazer. Miru pafshim, o doktor. Per sot mbaruam, kini besim, unë do të shëroj, sepse jam njësh. Ti që ke përquar vetë, ore po? Unë kam dhe 4 seanca të tjera, dhe kini besim do të shëroj. Me 4? Mu shtu nga këtu, pare se të marrë dojë trua e të teqë dojë tru. Hajde, ik! Na! Kjo është imja. Hajde, shporë të një. Mirë. Jeni ju e gjithë tani të shëroni vëllan tuaj, mua aqë më banë.
paketi. Aja porta këtu, apo jo tjetra. Ku e di, më? Kjo. Ai si, që është ajo, më? Ta të më vëmje. Po, më? Po e Allah. Ku e diti që shpia jam kjo? Po na erdi një këpuc nga koka, nuk është shpia jonë dhe bravo këtheu. Po mirë, e s'para. Bravo këtheu. E jo në është dhe poshtë. A më poshtë nga po. Oj, motor. Një komshoj im tha që më mirë martoheni dhe rregullon gruaja të pastaj. Zëmand. Po tani zdi dhe unë si të veproj. Si thua ti? Ore, e martojnë. Po kush është ajo që e merr atë? Po ata e rregullojmë, more. Po, se di. Të shohim. Do t'i gjej një nuse që t'ja mbledhi i t'ja bëj 8-2 dhe të shikoj pastaj ai. Pije. Se më kanë thënë që e kishe shumë qejf. Jo, kam gënyer. Ashtu, ë? Më pas kanë gënyer. Jo, nuk e pise, kemi punë. Po kur kemi punë, ç'mërri këtu? Si urdhon? Çfarë pune të bëj? Të gjitha.
lodhur? U lodha në nga pazar. Po, që kishtë ndaj pazar? Fukurallik. Po qa të bësh? Kështu nga ka gjithë gjithve. Si i lodhur dukesh, do ndonjë gjë? Jo. Mirë ka qenë nga shtëpia gjithë? Po, mirë. Punë ke patur apo nga pak? E kështu, fukurallak. E po, u hargjohen atë bukë? Na mbyti fukurallak. E po, shumë faleminderit për bukën. Nuk ka gjë, fëmijët do ta hap. Qënë ke shumë njerë i mirë. Po duhet jesh njerë i mirë ti dhe gruaja jote. Pra tive mos e pyet se na vajte dorari drekës se do thot ke vajte në tjetër. E po mirë, ngellsh me shëndet. Beq me shëndet dhe ti, fala nga shtëpia. Ore fëmi, po leri more të hajde në more hani bukë. O, burë, mirë se erdhe, u ktheve nga tregu. U ktheva. Po, të shka në bleve? Po, bleva një 2 bukë. Bukë sa mirë. Po, s'di si ta them, po. Sa ftohtë është. Na të drejtare që nga një dritë atjet e qëndrin, do kem lezur zjarë. A të shkoj ty, do shkoj se vdi që ngrin. Oj, zoti shpis, a do miq? Hajde brenda, hajde. Si unë së të mirë jeni, vallaj shumë ftohtë për jashta dhe thash se pash dritë nga dritarja dhe thash se keni ndezur zjarin të marri të ngrohtë se vdiqa. Po, nga po shkon këtë vakt? Kam dhe unë punë, jam nisur për larg, do shkoj larg. Po, sa të marri të ngrohtë dhe iki, mos kini merak. Hajde ullu. Si që shikon, unë zjarë nuk kam, po pak të kemi këtë qatim një kohë. Po si nuk ke zjarë, bro? Po unë nga dritarja, pash një gjë që shëndriste. Mos vallesh dritare ti? Jo. Vetëm kjo shtëpi është tu, ke shtëpi tjetër afër? Jo, asin s'është. Po diçka, ana dritare, ana dhomën tjetër andej. Shtërite një gjënë dritare dhe më kujtova se keni zjarë, po me gjithatë faleminderit, të paktën kam një qatim mbi kokë. Se që the ti amik, unë jam tregtar. Jam nisur tiki të marr mall. Dhe unë nisa kështu rrugë pa rrugë, se ashtu janë ca muhabete. Se herë të tjera nuk iki kështu, jo. Por këtë radhë ashtu është një punë. Po jam më zuri nata. Mirë se erdhe. Mirë se vgjeta. Mysafir? Po. Po për të që të bëjmë? Jeni ulitur? Mos u vini në siklet, S'ka gjë, faleminderit edhe që t'jem, unë drejt me thënë hyrat të ngrofen pak, se ftohtë dhe... Po, ftohtë është jashtë. Po këtu do flesh se vajti vonë. Po që se nuk ju bezdis, mund të rri dhe këtu... Rrugulloja dhomë. Cilën dhomë, tëndën? Mos u vini në siklet. Faleminderit. Faleminderit armik, po e shoh që të vura në siklet. Më shumë u ktheva për atë dritare në qëndriste. Se kujtova se ke ndez zjarë.
Po lëvizoj gu Elvisin e ka Musafiri. Çfarë është ky? Tregtar. Tregtar. Ka lek? Shiko se si qa po më thonte që shëndrinte një dritare. Shiko, dinjer. Shiko njëri. Shikojmë. Ja more burr, kjo ishte atë ndritare që shndriste. E solla nga tregu çfarë. Këtë ja mora një 2 fëmijëve që po grindeshin, edhe i dhash një buk. Ku e di unë tani? Papa, kjo ka ndritur Nik. Vëllai, këtë do ta blej unë. Do të t'jap 50 euro. Jo, çfarë 50? Unë do t'jap 500 euro. Jo, çfarë 500? Çfarë 500? Unë do t'jap 2000 euro. Jo, as 2000. Unë do t'jap 5000 euro për këtë gur. A ma jepë njëri? Çfarë guri është, o zotri? Për ty nuk ka si vlerë. Për mua shumë ka. 5.000 euro, t'i jap tani. Grua, vendos ti për të. Jepja. Ta jap gurin. Dhe ti mi e plekët, po. Ç'do bëhen me ato lekë? Ç'do bëjmë me ato lekë? Urdhro mër mik, urdhro. Merri lekët, merri, t'jap akoma tjera. Ç'do bëj me lekët, thot. Lekët, dë ndro shpinë, dë bë shpinë e re. Merri të gjitha merri. Mirë zotre, mirë po. Të gjithë të fshatit e din që unë jam shumë i varfër. E po mirë do e bëjmë kështu atëherë. Do ikim te lokali fshatit dhe do themi që ti je vlla im. Mirë, lekët t'i jap këtu apo atje? Jo, këtu, rrugulluam. Dakor, për mua s'ka si problem. Unë jam gati të vemit, jo të lokali fshatit, po edhe të gjykata e fshatit po të duash. Faleminderit, Onik, faleminderit. Këshuba vla, këshuba, sa na pas ka marrë, malli marrë vla. Ti pse të solla këtu? Se këtu, në lokal, fluturoj llafet, merret çdo gjë shpejt vesh. Shumë zgjuar qene. Mërë vla. Ju lutem, na sillni një 2 kota këtu. Vlla. Nuk ka vlla kë fukarani. Ku e di unë ti çka ka ai vlla po i thot. E di pse të solla këtu në lokal? Ja. Sepse këtu në lokal, merret vesh çdo gjë. Këtu fluturoj llafet. Shumë i mençum qene. Mërë vla. Usta, na sill 2 gota. Na sill 2 gota se me vllajin tim dua të kënaqem sot. Mërë vlla, unë do t'i paguaj ato lekë. Dhe ti ta rregullosh shtëpinë si do vetë, si të doj qefi ti.
Ashtu rregulloj. Problem mos ki. Unë paguaj me vlla. Ti rregulloj shtëpinë. Hajde, gëzuar. E kështu, mos u burset e shtëpia. Sa do më thuaj, unë paguaj, një vlla kam, se kam shumë edhe. Hajde, gëzuar. Gjithë shatjore, po ku dole ti vlla me këtë? Ti si e fare pe këtush? Nuk më mbani mend, po vlla i ti jam. Se po mos isha vlla i ti, si do vija ti rregulloja shtëpinë vllait kot më kot, tjetrit kot më kot, po se ti isha vlla. Pa është vlla im, po nuk më mbaj mend se kam ikur dhe unë shumë i vogël nga ky fshat. Dhe a e di si? Unë edhe shtëpinë me zi e mbajta mend. Pyeta një 2 fëmijë atje që më quhen te shtëpia. Sa kohë ka kaluar. Po mos u mërzisni, se edhe për këtë fshat do bëjmë një gjallë. Ja për shembull, këtë rrugën këtu që shkon për te shtëpia, do ta rregulloj. Do ta shtroj ashtu me kaldrem. Me një gotër mik, hajde, gëzuar dhe ti me ne. Ku je, oj zoti i shtëpis? Çfarë ka mo, ç'është? Vaj që po ta them, po tha jure ka ndruar jetë. Era prenalit. To janë ato që i bejnë për ti. Nëse do trupin, shko kërkojnë në policë. Çfarë është e amir? Tregtari ka ndruar jetë. Kishte erë nga ma e madhe. Me devek, e pas ka thyrë shak. Ti shikoni këtu? Dale, mos sa para ka këtu. Oho, Shiko dhe guri. kur të do Perëndia, shikon çfarë të bëm?
Nuse, po shifi maj se u do gjën pula. Qarë thot ky bre? Më mërziti ky njerë që mi ka lënë gjitha mua, po vetëm pulat. Ah, mori shkret. Shifi vetë se ajo. Po, këto po digjen ajo thot s'kam bërë. Po, biro Nuse jo. Shkreti unë. Zërë këtë pun, lerë. Nuk e di si i bëhet kësaj Nuse. Nuse si kjo mos paf njëri. Jo, do e marrë qunin, do e ullë, do flasë. Alla i lekshun nuk shtyhet, me i këtë Nuse, ja. Zeni punë e lerë, do flasë se zben me qunin. Do folë, s'ka zidit. Më mërzitin të salata. Tëra punët mbi muaj, pa unë s'ti bëj gjitha. Oj plak, ngrevu e bëhetia të salatëse, po që brate as nesër nuk ham bukne. Qo ose Nuse më dembele se kjo, të marte e mira moj bio. I thua bëj salatën, thot jo. I thua bëj një pun, jo. I thua shkote pula, jo. I thua shkonte lopa, jo. I thua i lajteshat, jo. E po hamoj grua, qërë hallit i bëj kësaj Nuse, ne? Këto Nuset e një mençme, këto nuk bëjnë asnjë gjë. Një gjë e bënoj grua. Ule tërë ditën para televizorit. Në televizor. Një atë e qanë. Në telefon. Po, se na dalin dhe ca telefon që kanë televizor aty. Po. E rritër ditën në te. Po. A bë shajrë, a bë shajrë. Ne do t'i bëjmë këto gjëra. Po mirë t'i bëjnë dhe ato. T'i bëj po kush? Mirë është t'i bëjnë dhe ato, sepse të bëjnë dhe ato, si ne. Unë ja kam lidhur e plak të flas me qunit. Shumë mirë. To t'i them njërë dy la. Shumë mirë. Si më thua? Mirë është mirë, po me qunin më mirë të flasun, sepse po të flasish ti, ai quni do thot që i ke thënë ti Nuses. Mirë e plak, edhe ashtu e bëjmë. Po. E bëjmë dhe ashtu e bëjmë. Si të thua shti do t'a bëjmë? Është më mirë, sepse asaj do t'i ngellet hatri. Ne nuk i themi për keq. Ja. Nuk i themi për keq. Ne duam që Nusja jonë t'jetë më e mira nga të gjitha. Nga të dua, po kush t'a bënë ba. Tashi, Hajt. ne do të bëjmë punën tonë. Do t'a zidhim, mos kimera. Do t'a zidhim mirë.
erdha sot. Punova bo. Erdha dhe në kod dreke. Po... A do më ketë gatuar në ngjaja nusja ime se si vjen dhe orësh. Mërbir, a u lodhe? Po, u lodha pak. Mbarove? E mbarova are. Kam edhe pak nisë. Po mirë, të lumë shinduar biri babës. Po, a di pse të priti baba këtu? Kam një laf, po zdi si ta them. Për nuse Nërbir. A më ka lafosur dhe pak nana. Po me që të ka thënë nana, po ta them dhe unë. Nërbir, zer një pun, ler. Zer një pun, ler. Oj nuse, fshio borin. Sa e ka pshesën, e le. Oj nuse, bëj salatën. Sa pret një domate, e le. Oj nuse, laj teshat. Sa i mleth, nuk i lanë. Dhe qërë bën? Ikën. E të gjitha pastaj i bjen mi kuris në stende. Po, a ka mosha jo? Po sigur, larkë qoftë nesër zër krevati nëna, kush do t'i bëj Nërbir? Po si fole nusës 2 fjalë sot, ato pun do t'i bësh ti nesër t'ka baba. Po pate hall me nënën, më thuaj mua se i themun, ama kur kam hall me nusën tënde, po të sen ty, t'ja thuash ti biri babës. Hajde birë tiki. Mirë, babë, mos ki mëra. Lumë shënduar me grua, sa të mira i pas ke bërë. Po normal. Mirë, po shumë kripi pas ke edhur. Se bëra unë, nena e bëri. Grua, po iki në punën, kujdes me nana, ndihmoj nga pa. Po ik më në punë ik. Punë të mja unë i di vetë. Grua, kam një qy me Flori. Ti do shkosh të hapësh gropën, kurse unë do mbaj mamin dhe babin me mua bet. Hajde, shko. Po ku? Ja, atje, hajde.
Hajde grua, hajde tash. Po ç'të haun? Këtu kanë ngelur vetëm kockat. Po, këto kanë ngelur. Nana, si kishte jetë? Ai shkrip. Të lumshin duart Majnuse, shumë të mire pas ke bërë. Të mire ka bërë sot. Kripën e ke si që duhet sot, jo si herën e parë.